Mirë, do të shkojmë drejt për drejt në këto momente me Komisionin për Çështje Ligjore dhe Administratën Publike, po raporton për punën kreu i SPAK Klodian Brau. Ndjekim. Gjykatave të shkallës së parë, kontrollin e apelit dhe sipas rastit qëndrimin e gjykatës së lartë apo gjykatës kushtetuese. Qëllimi nuk është vetëm nxjerrja e statistike, por vlerësimi i standardit të kërkimeve tona në mënyrën se si ato janë vlerësuar nga gjykatat dhe nevojën për përmirësim të mëtejshëm të praktikës. Lidhe me rekomandimin numër 3 për analizën e strategjisë për hetimin dhe parandalimin e krimeve zgjedhore, është ngritur grupi i punës dhe me asistencën e prezencës së OSBE-s në Shqipëri jemi në përfundim të analizës së përbashkët me Prokurinë e Përgjithshme e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Të dhënat paraprake tregojnë një rritje të ndjeshme të angazhimit institucional. Gjatë periudhës 2001-2025, SPAK ka trajtuar mbi 230 materiale që lidhen me dyshime vere penale zgjedhore dhe ka regjistruar mbi 150 procedime penale. Për sa i përket zgjedhjeve të 11 maj 2025, janë administruar gjithsej 194 materiale dhe janë regjistruar 46 procedime penale, nga të cilat 5 janë dërguar në gjykatë me 9 pandehur, ndërsa 22 kanë vijuar të jenë në hetim nga data 1 janar 2026 dhe në vazhdim. Këto të dhëna tregojnë se strategjia dhe task forca kanë rritur kapacitetin e SPAK-ut për të administruar në kohë indicet, njoftimet, për të filtruar rastet sipas kompetencës dhe për të orientuar më mirë bashkëpunimin ndërinstitucional. Prania e hershme e task forcës së SPAK-ut në procesin zgjedhor ka patur edhe efekt parandalues, duke rritur vëmendjen ndaj përgjegjësisë penale për sjellje që cënojnë integritetin e zgjedhjeve. Analiza e përbashkët do të shërbejë për përmirësimin e analizës ekzistuese, forcimin e protokollit të bashkëpunimit dhe identifikimin e ndërhyrjeve të nevojshme ligjore apo organizative. Për sa i përket rekomandimeve numër 4 dhe numër 5 për zgjerimin e përdorimit të teknologjive të avancuara për gjurmimin e pasurive si dhe vijimin e përpjekjeve për rritjen e kapaciteteve teknike dhe logjistike për hetime financiare, krimi kibernetik, pastrimin e parave dhe kriptovalutat, SPAK-u po vlerëson instrumentet që rrisin kapacitetin e gjurmimit të pasurive dhe të rrjeteve financiare. Kjo kërkon fuqizimin e etusit financiar, zgjerimin e aksesit në databaza shtetërore, përdorimin e mjeteve analitike dhe zhvillimin e kapaciteteve për analizimin të dhënave digjitale dhe të teknologjisë blockchain. Këto fusha të reja nuk janë më thjesht mbështetëse të hetimit penal, ato janë kthyer në pjesë thelbësore të hetimit të krimit organizuar dhe të korrupsionit modern. Në zbatim të rekomandimit numër 6 për unifikimin dhe standardizimin e metodologjisë hetimore, Prokuria e Posaçme ka ngritur një grup pune të posaçëm për unifikimin dhe standardizimin e metodologjive hetimore, veçanërisht në mbledhjen dhe administrimin e provave dhe aplikimin e masave të sigurisë, në përputhje me vendimet unifikuese të Gjykatës së Lartë, vendimet e Gjykatës Kushtetuese, jurisprudencën e Gjykatës së Strasburgut. Të gjitha këto masat kombinuara me angazhimin e partnerëve ndërkombëtar për asistencë teknike dhe ekspertizë synojnë të sigurojnë një zbatim efektiv të strukturuar të rekomandimeve në përputhje me standardet më të larta ndërkombëtare. Në zbatim të rekomandimit numër 7, në drejtim të reduktimit të çështjeve të papambetura, Prokuria e Posaçme pas një pune të koordinuar dhe të strukturuar me partnerët ndërkombëtar që mbështesin SPAK-un, ka finalizuar dhe miratuar strategjinë për reduktimin e çështjeve të mbartura 2025-2027. Strategjia ka hyrë në fazën e zbatimit praktik dhe ka dhënë tashmë rezultate konkrete dhe të matshme në përputhje me objektiva dhe afatet e përcaktuara në të. Konkretisht në lidhje me normën e reduktimit të çështjeve, që për vitin 2025 duhet ishte mbi 70% dhe është realizuar, me reduktimin në masën 10% të çështjeve të regjistruara në vitin 2020 ose më përpara dhe reduktimin në 20% të çështjeve të regjistruara në vitin 2021. Për SPAK-un, ky rezultat nuk përbën vetëm një përmirësim statistikor, ai tregon se trajtimi i çështjeve të vjetra është kthyer në një proces të monitoruar periodikisht. Qëllimi ynë është që reduktimi i backlogut të vijojë në mënyrë të qëndrueshme, duke garantuar njëkohësisht cilësinë e hetimit, respektimin e drejtave procedurale dhe përfundimin e çështjeve brenda fatit sa më arsyeshëm. Për sa i përket rekomandimit numër 8 që lidhet me sistemin e menaxhimit të çështjeve, Prokuria e Posaçme gjatë vitit 2025 ka vijuar zbatimin dhe konsolidimin e sistemit të menaxhimit të çështjeve, me synim aktivizimin e plotë të moduleve, rritjen e efikasitetit dhe gjenerimin e statistikave në kohë reale. Në vitin 2025 nisi zbatimi praktik i sistemit me përmirësime të vazhdueshme funksionale, ku përfundua zhvillimi dhe implementimi i modulit të referimit dhe procedimeve pasurore, si dhe i modulit të statistikave sipas formatit zyrtar të raportimit që mundson dhe identifikimin e backlogut të çështjeve. Sistemi është në fazën përfundimtare të konsolidimit dhe synimi është që të jetë funksional në mënyrë të plotë të qëndrueshme me të gjitha modulet brenda vitit 2026. Sistemi është një instrument praktik që ofron gjurmëshmëri, menaxhim ngarkese, raportime e cilësi më të lartë, gjithashtu forcon dhe disiplinën administrative të SPAK-ut. Sa i përket rekomandimit numër 9 në lidhje me
rritjen e efikasitetit të BKH-s, jemi në fazën e fundit përgatitore për hapjen e thirrjes për 40 udhëz të rinj, përveç plotësimit të vakancave, synimi është dhe riorganizimi më funksional i ndarjes së brendshme të BKH-s, duke dhënë më shumë peshë përpunimit të inteligjencës kriminale, veprimtarisë operative taktike, gjurmimit të kriptovalutave dhe hetimit të krimit kibernetik. Ky riorganizim është i nevojshëm për të përgjigjur natyrës së re të hetimeve, ku provat digjitale, analiza financiare dhe inteligjenca kriminale janë pa aq të rëndësishme sa dhe veprimet procedurale. Së nënti, në zbatim të rekomandimit nr. 10 për bashkëpunimin ndërkombëtar, kjo ka qenë një prioritet i vazhdueshëm i SPAK-ut, krimi organizuar, pastrimi i parave, korrupsioni me dimension ndërkufitar, kriptovalutat dhe provat elektronike kërkojnë bashkëpunim të shpejtë, të besueshëm e të strukturuar. Gjatë vitit 2025, ky bashkëpunim është konkretizuar me 95 kërkesa për ndihmë ndërsjellje juridike të ardhur nga 17 shtete, si dhe 156 kërkesa për ndihmë juridike nga SPAK drejt 31 shteteve. Një tregues tjetër i numrit të intensifikimit të bashkëpunimit ndërkombëtar është dhe rritja e numrit të skuadrave të përbashkëta hetimore nga 26-32 aktive në vitin 2025. Rekomandimet e Kuvendit kanë shërbyer si një pikë e rëndësishme orientimi për punën e SPAK-ut gjatë vitit raportues. Ato janë trajtuar jo si një detyrim formal, por si një pjesë e përpjekjes për të përmirësuar cilësinë e hetimit, për të forcuar kapacitetet profesionale dhe për të rritur efektivitetin e SPAK-ut përballë formave gjithnjë më komplekse të korrupsionit dhe krimit organizuar. Disa prej këtyre proceseve janë ende në fazën përfundimtare, pasi përmbushja e tyre kërkon kohë, burime financiare si dhe burime njerëzore të dedikuara përtej veprimtarisë sonë të përditshme. Por ajo që është më e rëndësishme është fakti që rekomandimet janë përkthyer në ndryshime konkrete të mënyrës së punës sonë të përditshme. Pas paraqitjes së masave të marra, do të vijojmë disa të thëna kryesore në lidhur me treguesit e kriminalitetit për vitin 2025. Gjatë vitit SPAK-u ka hetuar gjithsej 871 procedime penale, nga këto 577 janë mbartur nga viti 2024, ndërsa 294 janë regjistruar si çështje të reja. Krahasuar me vitin 2024, kjo përfaqëson rritje të volumit të hetimeve në masën 4.9%. Po kështu gjatë vitit 2025 janë përfunduar 216 çështje, duke ruajtur nivelin e vitit paraardhës. Raporti nëpërmjet procedimeve të reja dhe çështjeve të përfunduara, ajo që ne e quajmë koeficienti i përfundimit të çështjeve, u rrit nga 66.4% për vitin 2024 në rreth 73% në vitin 2025. Kjo tregon që SPAK-u ka përballuar një ngarkesë në rritje pa humbur qëndrueshmërinë në mbylljen e hetimeve. Treguesi i rëndësishëm gjatë vitit 2025 është rritja e qasjes proaktive, nga 294 procedime të reja, 109 prej tyre janë regjistruar kryesisht nga prokuria e posaçme, ose rreth 37% e totalit të çështjeve të nisura kryesisht. Në vitin 2024 ky tregues ishte 19.8%. Kjo tregon që SPAK-u po mbështetet gjithnjë më shumë në analizë, në hetim financiar dhe në inteligjencë kriminale, jo vetëm në kallëzime apo referime të ardhur nga institucionet të tjera. Për sa i përket efektivitetit në gjykim, gjatë vitit 2025 në gjykim ky efektivitet ka mbetur nivele të qëndrueshme, si gjatë periudhës 2021-2025, krahasuar me vitin 2024, numri total i vendimeve të gjykatës është rritur lehtë me 5.5% nga 72 në 76 vendime, duke reflektuar stabilizim të volumit të çështjeve të përfunduara. Vendimet e fajësisë përbëjnë rreth 87% të totalit, 66 vendime nga 76 vendimet e fajësisë përbëjnë rreth 87% të totalit, nga 66 vendimet të tilla nga 76 është totali i vendimeve, ndërsa vendimet e pafajësisë zënë 13%, 10 vendime nga 76 gjithsej që ka dhënë gjykata e posaçme, duke treguar nivelin e lartë të efektivitetit të prokurisë në fazën e gjykimit. Gjatë vitit 2025, numri i rekurseve të paraqitur në kolegjin e posaçëm të gjykatës së lartë për çështjet e hetuara nga SPAK-u është ulur ndjeshëm, ku rreth 63% është kjo masë e uljes rekurseve, nga 87 në 32. Në këto çështje gjykata e lartë ka shqyrtuar dhe ka marrë 59 vendime përfundimtare, ndërsa një vendim është marrë nga gjykata kushtetuese. Për sa i përket masave të sigurimit, politika penale gjatë vitit 2025 është udhëhequr nga parimi i proporcionalitetit dhe i nevojës, duke konsideruar arrestin në burg si mjetin e fundit të sigurimit personal. Kështu, krahasuar me vitin 2024, masa arrestit në burg ka përsuar rënje në vlerë absolute me rreth 53.4%, e përkthyer nga 236 raste në vitin 2024 në 110 raste në vitin 2025, ashtu dhe në raport me numrin total të masave të aplikuara nga rreth 61% në vitin 2024 në rreth 39% në vitin 2025.
Prej totalit të masave për vitin 2025, rreth 3,45% e tyre lidhen me veprat penale të korrupsionit, ndërsa 21,14% të totalit lidhen me veprat penale të krimit të organizuar. Sa i përket luftës kundër korrupsionit, përfshirë dhe zyrtarët e nivelit të lartë, të dhënat e vitit 2025 kanë treguar se korrupsioni në institucionet publike dhe në sistemin e drejtësisë mbeten fenomen shqetësues, i cili përfshin funksionar vendor dhe administrativ, prokuror, gjyqtar, punonjës policie e të tjerë. Në fushën e luftës kundër korrupsionit, vit 2025 shnoi rritje të aktivitetit hetimor, çështja e reja për korrupsion u rritën me 18%, nga 186 në 220, ndërsa çështjet e përfunduara u rritën me 12% nga 139 në 156. Ky aktivitet i shtuar reflektohet në dërgimin në gjykatë të 24 procedimeve me 147 të pandehur për vepra penale në fushën e korrupsionit nga zyrtarët nivelit të mesëm ose të ulët, si dhe 10 procedime penale me 13 të pandehur për vepra penale në fushën e korrupsionit për zyrtarët nivelit të lartë. SPAK-u ka vijuar me vendosmëri hetimin e zyrtarëve të nivelit të lartë me 6 procedime të reja dhe 16 persona në hetim për vitin 2025. Nga 30 zyrtarë dhe i zyrtarët të lartë që kanë qenë gjithsej në hetim gjatë vitit 2025, mbi 50% të tyre, 18 janë dërguar në gjykatë në kërkesë për gjykim, ndërsa 10 zyrtarë të lartë janë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë. Këto dhëna duhet të lexohen me kujdes institucional, funksioni publik nuk duhet të bëhet pengesë për hetimin, por edhe hetimi penal nuk mund të përbëjë arsye për paragjykim. Kushdo quhet i pafajshëm përderisa nuk është provuar fajësia me vendim gjyqësor të formës së prerë. Ky standard kushtetues është i njëjtë për çdo person. Për sa i përket luftës kundër krimit të organizuar, të dhënat e vitit 2025 tregojnë se krimi i organizuar po shfaqet në forma më komplekse dhe më të sofistikuara. Grupet kriminale nuk veprojnë më vetëm me format klasike që kemi hasur më parë. Ato përdorin ndarje të qarta të roleve, komunikime të enkriptuara, subjekte tregtare fiktive, transaksione informale dhe investime pasuri të paluajshme. Hetimet e vitit 2025 kanë treguar se trafiku i narkotikëve dhe pastrimit të produkteve penale mbeten ndër prioritetet kryesore. Në profilin e riskut, grupi struktural kriminal përbën 54% të kësaj kategorie, trafikimi i narkotikëve 28,4% dhe pastrimi i produkteve penale 24,3%. Në të njëjtën kohë, Shqipëria në disa raste përdoret si vend tranziti, rekrutimi, koordinimi apo pastrimi i produkteve kriminale, ndërsa aktiviteti kryesor i grupeve shpesh shtrihet jashtë territorit të Shqipërisë. Për vitin 2025 janë hetuar gjithsej 261 procedime penale në fushën e krimit të organizuar me 445 persona në hetim. Çështjet e përfunduara për krimin organizuar u rritën nga 58 në vitin 2024 në 60 në vitin 2025. Në këtë drejtim, bashkëpunimi ndërkombëtar ka qenë thelbësor. Gjatë vitit raportues, SPAK ka vijuar bashkëpunimin me Eurojust, Europol, Interpol, autoritetet të vendeve të BE-s, Mbretërisë Bashkuara, të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Amerikës Jugore dhe Qendrore. Krimi organizuar nuk kufizohet nga kufiri shtetëror, për këtë arsye dhe reagimi procedural ka qenë i koordinuar, profesional dhe ndërkombëtar. Për sa i përket hetimit financiar dhe pasuror, gjatë vitit 2025, vlera totale e pasurive të sekuestruara ka qenë në shumën 43,49 milion euro, ndërsa vlera e pasurive të konfiskuara ka qenë në shumën 1,91 milion euro. Në pasuritë e sekuestruara përfshihet dhe sekuestrimi i kriptovalutave, Tether dhe USDT, me vlerë ekuivalente në shumën rreth 14,5 milion dollar. Për vitin 2025 konstatohet se vlera e pasurive të sekuestruara është dukshëm më lart se ato të konfiskuara, arsye lidhen me ecurinë e hetimeve dhe të proceseve gjyqësore në të cilat janë sekuestruar pasuritë, duke mos patur ende një vendim përfundimtar për disa prej tyre, si dhe për faktin që në disa raste gjatë gjykimit palët arrin që të justifikojnë burimin e lishëm të pasurive. Hetimi financiar do të jetë pjesë e pandare e hetimit penal dhe se goditja e pasurisë kriminale do të mbetet një ndër prioritetet kryesore të SPAK-ut. Goditja e përfitimit kriminal do të mëson fuqinë ekonomike të grupeve kriminale dhe kufizon ndikimin e tyre në shoqëri. Për sa i përket krimeve zgjedhore, viti 2025 ishte gjithashtu vit zgjedhor parlamentar. Për veprat penale që lidhen me zgjedhjet janë hetuar gjithsej 70 procedime penale me 27 persona në hetim, nga këto 46 procedime lidhen me zgjedhjet e vitit 2025. Deri në qershor 2026 për këto procedime 5 çështje janë dërguar në gjykatë me kërkesë për gjykim, 9 persona të pandehur, ndërsa 22 prej tyre vijojnë të jenë në hetim.
Këto të dhëna tregojnë se trajtimi i krimeve zgjedhore nuk është kufizuar në administrimin formal të kallëzimeve, por është shoqëruar me verifikim, filtrim të rasteve sipas kompetencës dhe ndjekjes së atyre çështjeve ku janë krijuar kushtet procedurale për vijimin e hetimeve. Në këtë proces për herë të parë u zbatua strategjia për hetimin dhe parandalimin e krimeve zgjedhore, e cila synon një qasje më të hershme, më të strukturuar dhe më të koordinuar institucionale. Bashkëpunimi i SPAK-ut me Prokurorin e Përgjithshëm dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është vlerësuar se ka patur efekt pozitiv, jo vetëm trajtimin e rasteve konkrete, por në forcimin e efektit parandalues ndaj veprave penale që forcojnë integritetin e procesit zgjedhor. Në vlerësimin tonë, kjo qasje duhet konsolidohet në tej, taskforca për krimet zgjedhore nuk duhet funksionojë vetëm gjatë muajit zgjedhor, por duhet të ketë një shtrirje më të gjatë kohore, duke nisur së paku 4 muaj përpara ditës së zgjedhjeve, duke vijuar deri në përfundimin e procesit të numërimit. Një mekanizëm i tillë do të mundsonte monitorim më të hershëm dhe më të qëndrueshëm të territorit, shkëmbim më të shpejtë informacionit, identifikim më të mirë të riskut dhe reagim më të koordinuar ndaj njoftimeve për krime zgjedhore. Mësimet e nxjerra nga viti 2025 duhet të përbëjnë dhe përmirësimin e protokollit ndërinstitucional, forcimin e analizës përbashkët dhe rritjen e aftësive parandaluese dhe reaguese të institucioneve përgjithëse. Për sa i përket problematikave dhe sfidave, SPAK ka identifikuar disa sfida kryesore në funksionin e strukturës, disa për të cilëve janë evidentuar edhe në vitet e mëparshme, të cilët kërkojnë